A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me derset e Imam Ghazaliut, Iljamul Awam an ilmi al-kalam, ku tema e fundit ishte lidhje me argumentin pse duhet të ndjekim selefët. Dhe Imam Ghazaliu ne i radhiti 4 parime, shkurtimisht ta bëjmë një përsëritje të dersit të fundit. Parimi i parë ishte se për punët e robëve të Allahut, që kanë bëjnë me botën tjetër, normalisht që do themi këto i din vetëm pejgamberi a.s. se askushi nuk ka për andej pa të na tregojë se çka ka thoshte Imam Ghazaliu. Pa përveç pejgamberëve. Atëre kuptum parimin e parë. Pejgamberi a.s. i din punët që është më dobi për neve, që është për të mirën tonë në botën tjetër. Parimi i dytë ishte se ai pejgamber detyrën e bani plotësisht si duhet, këtë ato që i morin nga Allahu ja përsolli njerëzve, kjo ishte e dyta. E treta ishte se njerëzit më të afërm dhe më mirë që mundeshin ta kuptojnë pejgamberin, normalisht janë ata që janë kohanik me një shekull, në një kohë bashkë me atë të dashurin që kanë jetu, që janë sahabët, dhe parimi i katërt ishte se ata sahabi nuk hynën kështu në argumente logjike të thella me këtë xhamatin në përgjithësi. Sigurisht që ndërmjet veti, ato që kanë qenë të ilmit, të dijes, i kanë shqyrtu do çështje nëse duhet pak edhe ma të thella. Këto ishin ato 4 parimet e para pse duhet me ndjek rrugën e selefit. Tash do vazhdojmë prap një aspekt të dytë pse duhet të ndjekim prap selefët, po paraprakisht themi se në që këto derse ne që i mbajmë, mexhliset që i mbajmë, do thot e ndjekim rrugën e atyne. Ato që kështu kanë qenë, janë mbledh të shtëpia e dëkujt për mysafir, kanë bërë qejf dënjëherë. Normalisht qejfi atyne me qejfin ton krahasim nuk është kërkundi. Neve jemi vetëm në atë aspekt shumë para selefëve. Vetëm në atë aspekt jemi shumë para. Me luks, me haje, me pije, dhe çudit e njerit pse çudon hoxha gjenat. Këtu selam vlezërve në Struk, këtë mujë në shkum në Struk, po ishim të ftuar që kështu me një mezhlis, me një shtëpi. Allah i shpërblet edhe haxhin që i hapi 2 herë. Mirë. Do me thanë që kështu mezhlise kanë bërë edhe selefët. Krahas asaj që kanë hangër, që kanë pi diçka, ato mës tepërmi kanë folë për ahiret, kanë folë për pejgamberin a.s., kanë folë për din. Bile këto bisedat, kur i kanë bërë për fe, kanë thanë, teal nu'minu. Eja të bëjmë din, eja të besojmë. Pa hajde tash, pivëm çaj, hangrëm diçka, hajde tash, të bëjmë din. Elhamdulillah që Allah unë e ka dhënë këtë vullnet. Në asë njëni pi neve nuk e bën ftyrën, një hakin e kësaj knatësis, këtine lukseve, parës që e bëm atë biseta, po. Kryetar i dëni firme, drejtor i dëni firme të madhe, bile nuk e ka këtë ambient të lumturis, të muhabetit, dashnis. Elhamdulillah. Allahu në dhasht lumturi deri në fund, për lumturia më rëndësishme është ajo botën tjetër që të ndodhe. Mirë po, këto skena këtu janë një pasqyre për botën tjetër. Nëse tash Allahu në bon nasip këshu, mirë të kalujmë, me shoqëri vetëm për Allah, si thot hadithi i pejgamberit a.s. I bashkoj ato rizaja Allahut dhe kur undan vetëm për rizat Allahut undan. Pra që dërim këtu disa orë, më në fund prapë për rizat Allahut dë bashkojmi, pse dë jemi në zemrat e njëri tjetrit. Nesër dë kthesh ti në, më thonë vendlindjen tante, po që dë kthesh në gurbet, ama në zemër që aty dë të kemi. Ajo do thot për rizat Allahut. E kjo shoqni nuk ka të pagujtme. Elhamdulillah që Allahu na i shijon që këto edhe në këtë dynja. Tamam. Si thash, kjo një pasqyre se që këshu dhe jemi inshallah në botën tjetër. Po hala ma mirë dhe në botën tjetër, se këto ulema që i lexojmë, e në ato dhe jenë aty. Besojni. Allahu Teala thot, unë jam në mendimin, në besimin, në bindjen e robit tim. Si beson, si bindet ai, çashtu t'ja bëj nasip. Sigurisht në kufit e sheriatit. Atëherë të besojmë plotësisht me bindje. Si të vazhdojmë në këtë rrugë, botën tjetër do bëjmë mezhlise me Imam Ghazaliun, jo me besimin. Po tash, kushtet e kësaj bote, caktimi i Allahut në këtë vakët na pru, Imam Ghazaliu nuk është gjallë, po shqyqur Allahut librin e atij e kemi përpara.
Me këtë vetdije tash do engjojmë këtë pjesën e dytë të atij dersi që mbeti pak sikur në gjys muajin e kaluar. Atëherë themi tash ana tjetër edhe do argumente tjera. Njerë i shtrum që këto 4 parime, tash a u bindëm se duhet me indjek këta njerës, a mund dëkushit në mohoje këto 7 detyrat në fillim të librit që kalushin. E thot Imam Gazali, ne pretendojmë dhe jemi të bindur që haku e vërteta është e rruga e selefit, te medhebi selefit. Dhe ajo ishte, nëse ju kujtohet, ishte me i dhanë 7 detyra avamit të xhamatit, njerëzve të përgjithshëm, i japim 7 detyra lidhje se si duhet t'i pranojnë dhe t'i kuptojnë këto ajete apo hadithe müteshabih që i thushim. Pa që në lexim të parë nuk mund të kuptohen me njëherë. Pse sinjalizon, aludon sikur Allahu ka do cilësi të krijesave, hasha ve kella. Atëherë ai që nuk do ta pranojë këtë pretendimin ton, duhet t'i mohoj këto 7 detyra. E thot hatër Allahut nëse keni. Betohem në Allah, thot. Në cilën pikë ai njeri do të na kundërshtojë? Atë e para që tham se njeriu i thjesht i rëndomt e ka obligim ta bëjë takdis Zotin, ta shenjtëroje nga trupi, nga ngjeshmëria në trupa. Kjo e para. Apo do të na mohoje atë që tham të dytën se duhet t'i besoje, iman me bojnë e tasdik me bo, në ato fjalë që i ka pru pejgamberi alayhi salatu vesselam nga Allahu dhul xhelal. Ashtu si kanë ardhur. I besojmë, ama në detaje nuk e dim. A këtë do të ma mohoj thot? Apo e treta, që tham se e ka obligim një musliman i rëndomt, ta pranoje adzin, se është i pafuqishëm ti kuptoje deri në thellësi këto kuptime të vështira. A këtë do të na mohosh? Së ne kupton njeri që, së në thellohet ma tepër në dije. Ka angazhime qera, a di thush, jo edhe ti e kje borsh, si Imam Gazali, si Fakhruddin Razit, thellohesh në këto dije? Jo, se atër dë mbeteshim gjysmak në akide edhe në iman. Së në arin, trunis arin deri diku. Pa qatën e ne hoxalarët, mvaret me dhe një talebe që do në bëhet hoq, i hapim do tema qera, këtë mos e merë një ofendim, me ju që keni profesione qera, me njerëzit që kanë angazhime ma gjatë brenda dite, me punë tjera, nuk mund t'i hapim në këto tema. Se ngatrohen pastaj, kuptimet ngatrohen, akidet ngatrohen. Apo te e katëta ku thushim se e ka obligim ai avami, ai thjesht i rëndomti të hesht dhe mos pyete dhe mos thellohet shumë e shumë në këto që s'ka takat t'i përballoj. Apo te e pesta ku thushim se duhet ta ruaj bashkë me gjuhën edhe zemrën, mos interesohet. Apo te e gjashta ku thushim që mbas zemrës e gjashta vjen zemra dhe mendimet, ashtu si është thënë tefekkeru fi khalqillah wala tatefekkeru fi zatillah. Mendojni në krijesat e Allahut, që shifni malet, drujt, zogjt, sa bukur parës cicryshin, apo. Po fundi shikoj çat suçuk, çat kashkavall, çat çaj, çat kafe, kit Allahu Teala ne e ka kriju. Pse nuk shkon mbas? I thash çashtu o bicikla i vet, Allah i çashtu e ka kriju. Po, elleti sirtis elleti lukle, ha. Ha. Wala tatafakkaru fi zatillah, mos mendoni në zatin e Allahut. Pse? Ne kemi kufi, ne jemi të krijuar, mendja jonë është po ashtu, nuk mund të arrije me kuptu Allahun dhul xhelal për zatin e tij. Dhe e shtata, a thua val do të na mohoj atë që e tham se e ka obligim t'i dorëzohet ulemave, eulijave që kanë marifet të thellë, që e kanë marrë edhe ato, sigurisht sahabët tabinë nga pejgamberët dhe ulemat tjerë të thelluar. Dhe ne këto një nga një i kishim sqaruar, thot Imam Gazali. Tash edhe një aspekt tjetër dhe diskutojmë. Thot, neve themi, argumenti se duhet ndiqet rruga e selefit, është se e kundërt e asaj bëhet bidat. E që këtu është problemi. Bëhet bidat, ama në aspekt të përgjithshëm, të fliten çdo kund këto tema. Videoja e parë e hoxhës tjetë ku qëndron Allahu, që kjo është problem, kjo bëhet bidat. Ase hapish një medrese, ndush me ato, nëse duhet edhe në internet, ama mund ta sqarojsh dersin e parë, thuish, ose në titull letrie, këto video, këto zinxhir të derseve nuk janë për njerëzit e rëndomt, prandaj ti ngjojnë vetëm ata që duan të bëjnë hoxhallar apo të thellojnë këto dije. Tema është, do me thënë, me thebi i selefit është mos e hapim me këtë temë, këto tema. Tamam.
E tash, argumenti jonë është se, këtu është rruga e selefit, kundërtën e asaj nuk ka një, thojemi nësi, thujnë asaj, nuk ka një alternativ tjetër. Rruga e selefit, ande është bidati. Këtë e kemi thot argument. Dhe është devim, kuptohet. Dhe thellimi nga ana e avamve, njerëzve të rëndomt, në këto tema, në komentimet e këtyne ajeteve myteshabi, në prezencën e atyne njerëzve, nga ana e hoxhallarëve kjo bëhet bidat. Themi në xhuma, aty ka fëmijë, aty ka me inteligjencë të fëmijëve po thuaj që janë edhe do plet që s'kan pas, s'kan lexu, s'kan studiu, s'kan det në mexhlise. Të hoxhallarëve ashtu janë rrit komunizmi, ande këndë edhe tash nuk din njeri, ala abdes ndoshta si kupton farzet, vajxhibet, e në sunnetet e abdesit. Cilat janë vajxhibet e abdesit? Pyetje provimi, cili është ibadeti që s'ka vajxhibe hiç, ka veç farze e sunnete. Pyetja, nën A, namazi, ka vajxhibe. B, agjerimi, a ka vajxhibe. Nën C, haxhi, e në nën D, abdesi. Pyetja e saktë është nën D, abdesi. Mirë. Pra tema është, nga ana e hoxhallarëve mos folet në publik kjo. Si thash, namazin e xhumas, dalish aty në minber, apo në YouTube derset e para, dhe ngjojnë njerëzit e ri, gjemë të ri që sapo kanë filluar të falin namaz, të ngjojnë këto temat e thella. Kjo bëhet bid'at. Prandaj donjëherë mund të hasni, dukemi shumë arrogant në hoxhallarët, ama e themi për të mirën e gjemëve të ri, ose për të mirën e këtij xhamatit. Përgjithësi, edhe ai mos hyni shumë ato filma, mos hyni ju në këto tema, mësojni shartet e abdesit, shartet e namazit, shartet e guslit, themi, apo. E në elhamdulillah, ne si qoqni e kemi këtë tërbije. Edhin, dhe njerë vjen dhe një misafir, apo shkojmë neve dhe kundi misafir, e shojmë sa kesh tinglon, apo. Kërkund sunnetet e pejgamberit në zbatim, kërkund sunnetet e tradita e sahabëve në zbatim, kërkund rruga e selefit në zbatim, anë tema që si ka diskutu Ebu Bekri radiallahu ta'ala. Ku është sinceriteti? Ku është sinceriteti? Hoxho, hajde të bëjmë krye ngritje. Hoxho, hajde në gjihad. Hoxhës tema mu të fendis. Vëndo tërlek. Vëndojni tërlek, loqë. Se e jashtëmja është pasqyre të brendshme stot, thujnë djetarët. E zahir, unvanul batin, unvan i ven dokument, ajo që e reflekton, ajo që e vërteton. Tamam. Për qatë neve do miremi me sende praktike të vërteta, jo me kësi filozofi. Prandaj e kundërta e kësaj që janë selefët bëheshka bid'at, e kundërta e bid'atit që ka sunnet. Tamam. Atër mund të themi lirisht, sunneti pejgamberit është me njerëzit e rëndomt mos hysh në temat thella. Zëtën ka dhe kësi hadithe. Folni me njerëzit si pas nivelit të tyre. Atër prej këtu dalin 3 parime, dersi i fundit kishte 4 parime. Ky ders dhe kjetë 3 parime, dhe me këtë mduket mund të edhe ta mbarëm. E para, me i hulumtu dhe me u thellu, e në me pyet shumë pyetje, rreth këtyre çështjeve, quhet bidat. Parimi i parë. Me kërku, me hulumtu, me hin Google, me hin ChatGPT, shutraki njëherë, nuk e din gjë shifaj sherifi, nuk e din çka është shifaj sherif, vetë se kanë folë për mu, ki sufi, dervish, ande këndej, e merë me rezerva, me pikpytje, veprën e Kadi Iyadit, shutrak, langar, që ti bëjsh këti, tash me këtë nivel, si të flasish ilëm, ama i kanë fajet që ato që va qelen këto tema, ai langar, ai shutrak, ai aptal, nuk e din nivelin e ti, që ka uretje ndaj mu, fillon të folë keq kundër shifas të Kadi Iyadit. E ne kuptohet se ka shujnë ChatGPT, gjem dhe një dokument, gjem dhe një argument, kundër shifaj sherifit, që edhe unë në fillimin e librit i kam shkrujt ato. Dija është amanet, do djetarë, si Imam Dhehebi o dhe kush tjetër, i kanë kritikut disa rivajete të Kadi Iyadit që i ka pru në të qitab. Ka do djetarë që i kanë kritikut do rivajeten të Sahihul Bukhari, nuk meret ashtu dija, o shutrak, pin Google, pin ChatGPT, nuk meret. Nuk e din shifaj sherifin e Kadi Iyadit,
Me njerë ka shkujt aty në Google që mos hulumtoni kësi gjëra. Ti duhet të ikish haramit, ti duhet të ikish kamatës, ti duhet të ikish zinas. Qa ju ishte detyra jote? Hoxha e din çka është shifa i sherifi. E naj që është kundër asaj e din çka është. Ti mos fol. Edhe neve ndaj atyne nuk do folim. Valam hoxhalarve. Kjo është teren i rrezikshëm. Shkelish dhe kund në min, eksplodojsh. Ama hoxha ishte qëtër akide për qatë une, po amatej nuk e dishe se atë që e thot, a edhe ne themi. Ti nga urejtja që e kjenda e ti personi, mund shkelisht në minat, folish keq për do një sahabi, do shta do një sahabi e ka dhanat fetfa. Hesht. E dyta, parimi i dytë, atër, gjdo bidat është i qortuar, i palavdërueshëm, sendi keq. Me i hulumtu këto është bidat, gjdo bidat është sendi keq. E treta, atër, nëse bidat i qenë ka i keq, e kundër të asaj bëhet diçka e lavdruar që kësa i themi, sunneti kadime i ka thënë Imam Gazaliu, pa sunneti kadime. Pra, sefte në histori ajo ka ndodhë. Pejgamberi e ka bo, ma pa vejnë një bidat. Kadime i vejnë ma e vjetra. Sefte cëla bo. është bo të folet diçka në nivel të njerëzve të thjeshtë. Se zakonisht shumicat e njerëzve dhe jenë në nivel të thjeshtë. Pastaj mund për atyne 1, 2, 3, 4, 5 të hipi manel. Pejgamberi a.s. pi ditën e parë nuk hyni në çështjet e thella. Veç u tha ai më bëni shirk. Bile sa vite në Mekë që ashtu bëni davet. Ibadete bile nuk pru Allahu Teala në Mekë. Alkooli nuk e ndaluj në Mekë. Kadal derisa ka një hikmet aty. Edhe ne hoxhallarët duhet dim kadal të vangrejmë nivelin njerëzve. Jo hala zdi të fale namaz, të fole për hoxhallarët kush qenë ka bidatçi e kush qenë ka akiden sahih. Te nuk e di gjë fjala sahih njerë. Nuk e di fjala akide çka është. Tamam. Çkët parim ta kemi. Mulla Garip Efendaja. Hoxha Efendi ka nëjës pysin do tema ma thella, këtë ma thot një xhamatli ati, me njerë, hajde shartet e islamit, te shartet e imanit, te shartet e namazit. Që kjo është? Këto janë ulema që kanë pesh dhe përgjithësit madhe, supet e veta që kanë rujt halisat hakin e hoxhalekit, që këshu ruheshte. A neve sot në mashtron nefsi, do mendoje se nuk e din hoxha tem, nuk e bën hoxhalekin për izat të Allahit, e bën për hir të syve të xhamatit. E në hynë ato tema që, shife çka atu folki. Me që këto një jetë nuk bëhet hoxhaleki. Gjene fundi, ne mendojnë se nuk di ishte. Ne mendojnë. Allahu Teala do të bjerë dhe një hoxha Efendi. Unë e kam thënë shpesh, bile unë nuk e kam gajle përmendje dhe emra, njerëzit që i duhen e sënim qefi, hoxhën teme duhen e gjdo ders padashje e përmendi. Hoxhën Ahmet, hoxhën Abdyrrahman, Mulla Jakupin, Mulla Mahmudat, këto une nuk i thom me qterme. Këto nëse më kanë lavdru dhe kundi Mulla Jakupi qeshtjet ishte gjallë, ama elhamdulillah, shokët më tafërt ati, i thunë gjemve ti, gjojnja qëket. Elhamdulillah. Ato mjaftojnë dëshmojnë mirë për një hoxh. Mos u merr me njerëzit përgjithësia dhe të lavdërin, se nuk do të lavdërin. Shumicat janë pa kuptueshëm. Xhallarët ashtu edhe për juve, më prejt në familje se cili të kuptojë. Ti janë ndjesh rahat ashtu si jetojsh, sos punë. Ti janë ndjesh rahat me atë mjekër. Ti janë ndjesh rahat se ke mbajt tërlek. Ti janë ndjesh rahat se e laja atë punë që kishte pak harame aty. Lebe, qka të do se të those, nana, tezja, gjyshi, daja, migje. Ato dhe flasin, s'kan qitet punë njerëzit. Ama kur një njeri i menqur që e donë pejgamberin a.s. thot, rajra ato vlase, Allah i dhe ta qese një kismet në aspekt të punës. A nuk ta qiti? E në atë matë majrën ta qeta Allah. Si thujshe, hoxho, deri sa nuk e lisha atë punë, së nxesha punë qeter. Ama ta im thaje, hoxho, ta im thaje, lije një erat punë, ma pa dëshojë se Allahu Teala dhe ti hape dyves. Pazarlek me Allah nuk bëhet. Nëse dyshojsh nga të ardhurat në atë punë, se e këtu përzihet harami, mos prit të dale një opcion tjetër, pas të e të kësishtu. Njerë leje këtë dëshmoj Allah të jarab ju në ty të besoj, e ne besoj se të e të ma hapish derën e riskut, pra ndaj e lash këtë veçëm për rizan tënde, që tash pres jarab e një rejs tjetër. Tu prejt, si pikat e shiut, vetëm binë ofertat, atë punë, këtë punë.
Edhe një ti përsërisim 3 parimet, ti hulumtojsh të tema thella, ajetet müteshabih është bidat, bidati është diçka e qortuar, e pa lavdrueshme, dhe kundërta e bidatit bëhet diçka e lavdruar, pra sunnet. Jo vetëm si sunnet i pejgamberit, po një tradit e bukur e ulemave, e tabiinve, e sahabëve në pejgamberit a.s. A lëvizni dera? A vajnë i vogli? Tam. Prandaj thot askushit nuk mund të na kundërshtojë neve në këto 3 parime. E njerë të thonë këtë se në umurë gjoja. Prandaj nuk mund askushit na kundërshtojë në këto 3 parime. Me që u bëhet domosdoshme ti pranojmë këto, doli në mejdan se vërtet ndjekje rrugës së selefit që ka hak, se alternativa tjetër është diçka e pa lavdrueshme. Nëse na thot dikushi, pse e mohojni apo pse e qortojni atë njeri që e mohon se çdo bidat është i qortueshëm, çdo bidat është i palavdrueshëm. Apo pse ja mohojni argumentin dikujt që thot se mund secili ti hulumtojë këto tema, se duhet ti dije. Unë nuk themi be ne mos i hulumtoja, ama praktika është ashtu. S'ndë e kuptoje betash. S'ndë e kuptoje. E të secili së miret me skar. Dë digjet, në gjegje dhe neve, gjegje në amanet këtë shpinë dhe kuj qëtër, apo. Aj që din dë meret me. Prishet vetura, shef ta ke parkojsh aty, le, dhe vaj ustaj, aj dhe ndreqe. Me i fut në gjithë durat aty, e në vetë dë digjemi, e në shkoj vetura. Për çështjet e dynjallëkit to i kuptojmë, për fe, së ne kupton njeri që këtë. Mendon se ne më qefim diçka. O, për të mirën e njerëzve është kjo, mos hyni ju në ato tema në theme. A dini se ka do tema ndoshta e ne hoxhallarët hala si jemi në gjendje ty. E pranojmë, si jemi në gjendje ty. Ama ne duhet të shtyma të kapacitet të trunit. Manel. Se ne bazat i bonë. Bazat i kemi. A pa keq kuptime, pa e mësu arabishten, pa i dit do parime, se ndëhysh aty se prishen pastaj konceptet që e dish vetëm një dihtun ke kënë gju, ama shif që ka dulen, rebrasti, trevi, mrevi, gjithan njëse tjetër? Allah puri shike? Vot na pun pa ajo kjo. E nëse thot një njeri, pse më hojni? Atë njeri që thot se jo çdo bidat është gjyna. Apo të hysh në këto tema, nuk është gjyna. Më thënë, 2 parimet e para dëkushit nëse na kundërshton, ne themi se ato 2 parimet e para i argumentojmë me ixhman, me ittifakin, unanimisht që është bashku i tër ummeti, pas një përjashtim, këtë ulemat i quajnë këtë punë bidat. Ulemat e ehli sunnetit janë të vetëdijshëm se çdo njeri nuk e ka atë kapacitet të kuptojë këto tema. Prandaj sahabët ai kanë folë me çdo njeri këtë temë, jo. Pejgamberi a.s. ka hyrë në thellësi në temat e thella me njerëzit e thjesht, jo. Atëherë kuptojmë se këtë ummeti këtë parim e pranon. Dhe se i kanë ndalu njerëzit bidatshi, kanë kalu disa argumente, si për shembull Hazreti Omeri, kur i ngjoj 2 të rise, flitshin për kaderin, për caktimin e Allahut. Apo pejgamberi a.s. kur i dëgjoj sahabët se folshin për kaderin, hyni në xhami tha, për këtë jeni krijuar, ju bëjni veprat tuaja, kullun muyeser lima khuliqa leh, çdo njeri di vaj kollaj ajo punë për të cilën është krijuar. Ty të vije kollaj të marrish abdes, ty të vije kollaj të falish namaz, ty të vije kollaj dinjan e pares ta paguish me taksi të vish deri në Tetov në vizitë te një hoxh, e në trish në mezhlis aty me atë hoxh. Ditë e natë trish në mezhlis, mësojsh ilm, të lexosh kitabe, bësh ibadete. Shif, do me thanë që caktimi Allahut ku na çon neve. Hiç mos analizo, thuj shqyr ja Rabi që ma bën e kollaj këtë punë, e në shife punën tënde. E kuptohet se kjo vjen nga sheriati, se pejgamberi do thot sheriat, sahabët do thot sheriat. Dihet se pejgamberi a.s. e ka qortu bidatin, dhe kjo dihet me një ilm me tevatur i thujnë. Tevatur do thot kur mblidhen shumë argumente, shumë transmetime, dhe kjo më përfiton një ilm qat'i, dihet e domosdoshme që s'mund asnjëri ta mohojë këtë. Edhe pse një nga një me analizo bëhen transmetimet, hadithet ahad, mirë po kur mblidhen gjithë së bashku bëhet ma'nen mutawatir. Si për shembull, e dim se Hazreti Aliu ka qenë njëri shumë guximtar, shumë trim.
Këtë nuk mund ta mohojë dikush. Me mohu, jo se bëhet qafir, po i themi njëri që s'mund të mirësh ti me argumente apo me debat me këtë person, se është inatçor. Apo që e ka dash pejgamberi alayhis salatu wasalam Hazreti Aishan. Shumë raste ka që aludojmë pejgamberi shumë e ka dash atë. Madje ka shprehë edhe me gojën e tij të dashur sallallahu alaihi wasallam, po edhe që vdiq në prehrin e saj, radiallahu ta'ala anha. E këtë këto informata, këtë transmetime, kur i mbledhim, del se pejgamberi e ka dasht Hazreti Aishen shumë. Për qatë një njeri që se don Hazreti Aishen, nuk e do pejgamberin, thjesht. Atër, ja hulumtojmë jetën pejgamberit, këto temat ranta, muteshabihet, nuk i ka fol me njerëzit e rëndomt, atër bot tevatur. Njëtë si dashnia ndaj Aishes, apo trimëria e Hazreti Alijut. Shembull për këtë është që transmetohet nga pejgamberi alayhis salatu wasalam se ka thënë: "Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin min ba'di." Kapuni fort sunnetit tim dhe sunnetit të khulafai rashidinve, ta 4 halifeve mbas mua. Si kapuni mbi ato? Addu alaiha bin nawajidhi, kafshoni ato me dhëmballët. Prandaj ruajini dhëmballët që mos va heke dentisti. Sigurisht që këtu ka një metaforë, pa si qeni kur e kafshon nëse edhe nuk e lishon. Sidomos këto pitbullat se në thunë se i koqitet kitë fëlqia, ma pa duhet vi ose pronari, ose ku edhi me pishtol të amalit ish pa ta liroje. Edhe neve duhet qashtu të kapemi për litarin e pejgamberit edhe sahabëve. Ta kafshojmë fort e ne mos e lishojmë asnjëherë. Sigurisht që bëhet fjalë mas tepërmi për akide. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Wa iyyakum, këto e në mani l'file, wa muhdathatil umur ma pa vend me kesra kjo. E një rini larkë punëve të shpikura. Fe inne kulle muhdethin bid'a, se gjdo punë e shpikur në fe, këtu në klapa dhe themi në fe, kuptohet me gjazi akli, thënë kësaj, bid'a është bidat, ve kullu bid'atin dalaletun, dhe gjdo bidat dihet se është devim, dhe gjdo devim të qonë në zjarë të xhenemit, ve kullu dalaletin finnar. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ittabi'u wa la tabtadi'u, shif sa ngjajmë fjalët, ittabi'u, ndjekni, dorëzohuni, wala tabtadi'u, mos qitni bidate, mos qitni risi në fe. Fe innema heleke men kane qablekum, lima ibteda'u fi dinihim. Ata që ishin para jush u shkatruan, për shkak se nxorën bidate në fet e tyre, wa taraku sunet e enbijajhim, sunen e enbijajhim, dhe i braktisën rrugët e pejgamberve të tyre. Pra pejgamberi e ka vizatu një rrugë. Këto temat të ndërlikuara me njerëzit e thjesht në publik, jo. Kjo bëhet një sunnet. Atëherë ti nëse e prishish këtë parim, çka ke bë? Po hoxho, këto ulemat kanë shkruajtur libra, po ka shkruajtur për nivelin e tij, për talebet e tij. Për çfarë si themi neve, kur do marrish një libër, pa i te hoxhën, hoxho, kjo për mua, tamam. Librat e Ibn Arabiut, unë nuk i kam lezu, se kam prek bile, shif, nuk e marr në dorë ta preki. Njeri shkon e lexon që s'din arabisht, nuk din ndoshta namaz fale. Kush jemi ne ta lexojmë Ibn Arabiun? Pyte hoxhën, hoxha, e dini unë si va kthej mesazhin apo drejt ilmi halin foto, çkët. Ama kitve kështu. Vetëm hoxhallarve mund, vetëm hoxha s'ka nevojë, vetëm pyesem hoxha duhet ta lexoj kët. Ama jashtë hoxhallarve, kush më pyet hoxha mund ta lexoj kët libër, drejt ja çoj ilmi halin. Tank dritën e zemrës. Gjika. Ilmi halin e zgjeruar. Moti njerë në xhami e qita që këshu. Miftinia e Shkupit, miftinia, Bashkia Islame. 3-4 miftini kanë punu, shumë hoxhallar të nderuar kanë punu, ama më duket kanë baru kopjet, inshallah ribotohet prapë, se shumë libër i bereqetshëm dhe i dobishëm është. Ilmi halet lexojmë. Iljamul Avamin lexojmë, që në gjuhën shqipe, reklam. Wa qalu bi araihim, dhe filluan të gjykojnë me mendimet e tyre e jo me pejgamberët, fe dallu e dallu. E ne vetë devijuan, e ne devijuan milletin. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, që kjo mungon sot në mesin tonë. Idha mate sahibu bid'atin, kur vdes një bidatçi, kur vdes një novator në fe, thekat futiha alel islami fethun, bi islamin është hap një derë e re. Ka ndodhur një çlirim. Si me u hap një ushtri, kështu të shkojë ta çlirohet në një vend.
vdes një bidatçi, ndodhi një çlirim. Do me thënë, 1 millet shpëtojnë nga i helm, shpëtojnë nga i devim, elhamdulillah. Allah ja fal taksiratet nëse vdes si musliman. Ama, kur vdes një bidatçi, sidomos tu e ka zakonisht për ata bidatçi që e prishin komplet fen. Pra bidati i tij që e nxjerr në qufër. Ka do bidate, do libra të ilmi kelamit, po edhe të akides kalën, do sekte me bidate që i trillojnë në fe, dalin komplet nga dini. Për shembull, besojë një njeri se Zoti ka hyrë në trupin e Hazreti Aliut. Këto janë qafira. Tamam, e kur vdes një njeri tillë, kush shedi me lajqet pikëzimi çka bëjnë. Vin kit botën ndoshta e shëtisin, nuri i madh përhapet. Shiqir vdiçë ky. Ashtu thonë, për çat ti matim fjalët që i përdorim në përderse, ti matim mirë ato akide që duam t'i përhapim, se një herë jetojmë këtë dinjë, për çat nisëm me Hanefi, ta mbarojmë me Hanefi. Mos nxjerrim rrugë tjera. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, men mesha ila sahibi bid'atin liwaqirahu faqad a'ana ala hadmi al-islam. Keni kujdes o xhema, keni kujdes me xhliset e ku shkojnë. Kush hec deri te pronari i bidatçiu. Pronari i bidatçiu, një njeri që Imam Gazalit i thot bidatçi, një njeri që Imam Neveviut se i thot imam. E ne thot mos i thujni imam. Liu e kirahu dhe shkojsh për të nderu atë, zjaret i shkojsh, apo në mezhlis i shkojsh për të mësu din nga i njeri, fekat e ane, pa dyshim, a i njeri ka ndihmu, ala hedmil islami, të shkatrohet islami, thot pejgamberi a.s. Sigurisht që zinxhiri i këtij hadithi diskutohet. Shif, amanet është dia. Nuk është në Buhari kjo të themi kështu nëse s'besojsh, ama kuptimi është shumë i saktë. Kuptimi është shumë i saktë. Se ka hadithe tjera që mund t'i korelacionojmë, t'i lidhim me këtë hadith. Si për shembull, hadithi pejgamberi a.s. çka thot? Men ekthera sawada qaumin fa huwa minhum. Kush vazhton grumbullin një milleti, një populli, një mezhlisi themi, një grupi, edhe ai do konsiderohet pi atyne. Ti kur shkojsh te ai janë shtojsh numrin. Ja shtojsh numrin. Shtojsh numrin e njerëzve që duan ta prishin sunetin e pejgamberit a.s. Po ashtu ka thënë pejgamberi a.s. si transmetohet të themi. Men arada an sahibi bid'atin bughdan lahu fillah. Kush largohet nga një bidatçi vetëm për hirt Allahut që e urren atë bidat, apo edhe atë person se bën bidate. Mele Allahu qalbehu emnen wa imanen. Allahu do t'ja mbush zemrën me siguri, dhe ndjesh një siguri të plot në zemër, vezvese cytje mo nuk do kijesh, atere kishe, atere nuk rishe rahat, gjumi së nxinte. Tash, a ky është i vërtet në rrugën e vërtet, apo ky? E ne kuptoj se, do me thënë, këtu pas ka një ndarje që edhe njerë nuk mund bashkohet. Këndej është rruga e pejgamberit, edhe ky thot rruga e pejgamberit, ama ka shumë kontradikte. Për neve rruga e pejgamberit në erë nga Imam Neveviu. A i njeri që i thot Imam Neveviu është në xhenem, si t'ja bëjmë se? Ama e në hoxha besim ja lexon kitapin Imam Neveviut, e në unë në gjdo ders ndoshta e kombohat njet, nëse jo kështu me fjalë, me zemër, ja rabim botën tjetër më bashkoj me Imam Neveviun, a ja lexon kitapin Imam Neveviut, thot, mos i thujni imam se është në xhenem, se është bidatçi, ama t'ja lexojmë hadithet marrim dije. Po do me thonë, te s'pas keni alim në meshebin tënd sa Imam Neveviu rahimahullahu taala. Atër emën nuk do kjetë, siguri nuk do kjetë zemra jote. Se si pas qëndrimit një muslimani, ti u desh largohesh për ati totalisht. Ama së largohesh, provë thuj Allahu na largoft nga Ibn Hajar el Asqalani. Digjesh, shkatrohesh qysh këtë dynja. Allah ja rabi na bashko. Këtë rrugë na bashko me librat e ati. Me Fethul Barin ja rabi. Dite na të lexojmë kitapin e ati. E ne kitapet qera. Ja rabi edhe në botën qëtër na bashko me Ibn Hajar el Asqalanin rahimahullahu ta'ala. Wa imanen edhe të fuqizohet, të shtohet nuri i imanit në zemër. Wa men intehara sahibe bid'atin, dhe kush largohet nga një bidatçi, Allahu ta'ala ja ngret ati 100 derexhe. Kush i jep një selam bidatçiut, apo ezatek me buzqeshje, hajde më se erdhe.
Këto ne i bëjmë se sën sillesh para njerëzve që se kuptojnë islamin. Dvejnë xhami. E tash si, ku dhe kuptoj e ky qetëri se dë mendoj se ja kam inatin. Nëse shoqi jot i ngushtë thot, moja kije inatin. Mendum se e kemi shok të ngushtë. E u istaqbelehu bima yasarahu, apo e takon atë me diçka që do e bëjë të lumtur atë person. Pra atë bidatçi e ka kundërshtu atë që i ka zdrip Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Apo një hadis tjetër, me të vërtetë Allahu ta'ala e ka zëvendësu, e ka nënvlerësu. Istaklefe, e ka nënvlerësu, e ka zëvendësuat. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, inna Allah la yaqbalu li sahibi bid'atin sawman. Allahu ta'ala si ja bën qabul, pra t'ja pranoj me disë sevape, bidatësiut, as agjerimin, wala salaten, as namazin, wala zekaten, as zekatin, wala hajjen, as hajjin, wala umreten, as umren, wala gjihaden, as gjihadin, wala sarfen, wala adlen, as do një sadaka që jipet me veprime, as do një sadaka që jipet me pare. Wa yakhruju min al-islami, një ditë ai person do dalë nga islami, kema yakhruju as-sahmu min ar-ramye, një lloj si del shigjeta nga thujemi nga kush? Nga harku i tij. Eu kema takhruju sha'ratu min al-ajin, apo siç del një fije floku nga brumi, apo nga margarina. U ka hidën edhe një qime në margarina, e keni pas sa kolla i del. Tamam. Në klin, kur të hidën një qime, sa kolla i del. Qashtu di dale kollaj, Allahu na rujt, imani dhe islami, një njeri që rinë me bidatçi, i respekton ato, e ne bëhet, si thoshte Hakime Semerkandi, më i keq se tamamire ti është bidatçi. Pak andej, pak këndej. Një dit me këtë dërejt, nesër mit me atë dërejt. Nuk bon ashtu. Këtë nuk e thom për të fitau njerës. As njëherë nuk ja kom inatin as kujt, as shqyqyra Allahut nuk e mbaj gajlen, kush sa veta kanë mëzlis, te kush sa veta shkojnë, te une sa veta dëvejnë. Moti i kemi kalu ato, elhamdulillah, ato ndjenja. Moti. Elhamdulillah, shif, hamd Allahut, nuk i kam ato prirje në zemër. Ti kisha ato prirje në zemër, nuk du ngustojsha, më vonohesha as 10 sekonda ndërës. 8:29 e mshelim derën. Nuk se dëkush mund vaje. Unë nuk du kalabalek. Unë du njerës hakikat. Njetin e kemi të pastër, nuk kërkojmë reklama, nuk kërkojmë hajde bujrum, se si thushin ulemat, një njeri që e din atë kvalitetin, ju të vetin, kvalitetin e asaj që e tregon, është si artarët, zlatarët. Zlatarët nuk dalin të dera e dyqanë, thujnë hajde bujrum. Hajde bujrum, thujnë ato që shesin diçka të lirë. Këto janë, vallahi billahi, ma shtrenjta se altani se ari. Imam Gazali vlen sa karat, çka dush thuj, zdis me sa shkojnë 24, 40, i kom gjudo fjalë s'marrvesh. Imam Gazali kushton ma tepër se ato. Kush don, çe ku është? Me zort, nuk thajerin. Për çat, një njeri që të shkoj e në andej në këndej, hiq. Për herë kam thënë, e ne prap dhe e themi, që mos rrezikohemi neve me këto hadithe kërcënuese të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Që këto janë shembujt, po ka edhe shumë hadithe tjera që s'mund t'i kufizojmë, prandaj përfitojnë këto një dije të domosdoshme se bid'ati bëhet diçka e shëmtuar dhe e urryer, dersin tjetër inshallah do vazhdojmë taj parimi i dytë që na kundërshton të dëkush, pse t'jet bid'at të thellohemi dhe t'i hulumtojmë këto tema. Me këtë mbarojmë, Allahu ju shpërbleft, Allahu na bëf nasib t'i ruhemi çdo lloj bidati, qoftë në vepër e sidomos në akide, dhe t'jemi çdo herë me hoxhallarët e ehli sunnetit, rrugës së drejtë që kanë qenë me qindra vite këtu te ne, që kanë qenë edhe më herët, shtetet qera, perandori Osmane, para asaj deri te tabiinët, sahabët e pejgamberi alayhis salatu wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.